Komuna e Prishtinës me ndërmjetësim ka bërë kthimin e borxhit të argëtuar te kompania regionale për mbledhjen e mbeturinave pastrime. Mirë po as kjo nuk ka mjaftuar që punëtorët e kësaj kompanie të martën në mëngjes ta vazhdojnë punën. Ata kanë protestuar para objektit të ndërmarrjes, duke thënë se nuk pranojnë që të tjerë operator ekonomik që janë kontraktuar në muajin maj nga komuna të operojnë në qendrën e qytetit. Por në mbrëmje të njëjtit ndërruan mendje. Në orët të vona të natës, kryeshefi Petrit Reqica, përmes një video në Facebook, ka njoftuar se punëtorët kanë filluar operimin. Të dashur qytetarë, nga sonte ekipet tona janë kthyer në shërbim. Nga dita e nesërme, nga ora 7 në mëngjes, ekipet tona do të jenë me kapacitetet të plota në shërbim. Ju falenderojmë dhe ju lutim për mirëkuptim gjatë kësaj faze ku ekipet tona shumë shpejt do të punojnë që këtë situatë të krijuar ta kthejmë sa më shpejt në normalitet. Unë jam qaj që ku mbrojt me luftë, që të vend, që këtu i shpojtë sërbisht, e tash për mbrojt me punë. Nuk ka bie në unë që manual punën. Në mëngjes ata akuzuan menaxhmentin për bashkëpunim me komunën. Jo, s'po gutëm na ku që s'kena lyp, kur s'kena lyp, veç punën tonë, me na leju me punu. S'kena punu që një shpër që? Mas mu në pengu, ku që tjetër? Unë që tjetër? Ditën e mirë. Këto dëllavere që i neve na i ka thy vendimin që kota për vendimet për me konë na kryesor që të me operon Prishtinë, nëse na kem nevoj. Jo, s'kem shka më gut na. Ne hajte kam zëna pra. Ja, qashtu është, po këta që shma dojmë me thonë. Qashtu që shma dojmë na. Se mos puna, që të një njerëzve në ka pru që to. Mos puna. E puna ju e ka vazhdu se mati shmë gjelë tjetë. Sinani thoshte që hallin e vetëm e kanë humbjen e vendit të punës. Na kem hallin tonë punës, që pa drejtësisht për hupun punët. Gjerë sa juën, këtu janë për mi 500 vjetë që mërë rrugë pa punueq. A na që punuem jem 200 vjetë, për muem që, për halom, për lypin për një ma shumë. S'kem ku me shku për të asoj. Hynë ju me zyre, veç unë po i garantoj. Me rek bagjen, heqit keqit bënes, na mujna me eksistu veç me 2-3 zyre qëto. Mujna po juve. A ju pa neve veç na 5 vetë punuar me për kamionë, që to këqyra po muni me vazhdu po. Të tri qa pëndodha, për nga të reganë? Që më nalon me punu. Që ta tonë, së më nalon. Që ta na kanë që të kamuna, edhe morin pore. Kjo puna është e pore. Puna është e pore. Së pëlloj me dojnë të ranat? Po jo, së më nalon me kry punën tonë. Zione, pëta e din. Kryeshefi i KRM Pastrimi ka deklaruar që mbledhja e mbeturinave do të bëhet vetëm nga pastrimi në gjithë kryeqytetin. Problem pak në pastrim mo nuk ka, na realisht kemi arrit me siguru naftën, edhe po besoj nga sot kemi me dal me kry terenin. Po besoj arsyeja pse se ndal ende është për shkak se është kërku një takim edhe nga ona e komunës, me po sigurisht edhe na kemi me kërku një raport të detajum operatori privat çka ka kry shërbim dhe çka ka met pa kry shërbim, sepse ndërmarrja jonë tash e tutje do të filloj të kry shërbim në të teritorin e Prishtinës, ashtu siç e përcakton edhe rregulloria. Punë, ballak, ku do me çon punë ma ne çmushme. Edhe çatës po na lënë rat. Reqica ka pranuar se punëtorët e ndërmarrjes kanë pakënaqësi me operimin e operatorëve të tjerë. Realisht ka qenë pakënaqësi çdo herë e punëtorëve tonë sa herë që është diskutu operatori privat. Ne po e presim të shumë, nuk është çështje jona mo operatori privat, sepse as nuk e kemi angazhu ne dhe as nuk është kërku nga ona jonë ndonjë miratim. Është angazhu nga komuna, ata le të rregullojnë si do që tjetë, ne sigurisht do të kryjmë shërbim në tërë teritorin e Prishtinës, ashtu siç e përcakton rregulloria. Ka qenë kërkesë e tyne, normalisht ne që nga fillimi kemi qenë për me gjetë një zgjidhje, nuk kemi qenë për me kriju telashe dhe këto pengesat, dhe normalisht për neve ka qenë e pranueshme për shkak se si fazë ndërmjetësimit besoj që kemë kry më shpejt se afate tjera të përcaktuara ligjore. Gjykata Supreme në fillimin e muajit qershor ka marrë vendim që të mbetet në fuqi rregulloria që përcakton që shërbimi i mbeturinave të paguhet direkt në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi dhe jo në komunë.
që kemi hapësira të pakta në komunën